nëse gabon diçka Ebu Bekri ndaj jush, mos një merrni për të madhe. Pra, mos ju hidhroni me një herë pse ka gabuar diçka ndaj jush Ebu Bekri radiallahu anhu. Për arsye se në ditët më të vështira kur krejt ma ktheni shpinën, ishte Ebu Bekri ai i cili më përkrahte. Dhe ishte Ebu Bekri ai i cili jepte nga pasuria e tij atëherë kur krejt ju më bojkotonit. Andaj nuk bën që t'i humbën meritat e tij, nuk bën që t'i shlyhet gjitha i kontributi i tij me diçka të vogël që ai mund të gabojë ndaj jush. Pra në shumë raste pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vendonte në dukje emrin e Ebu Bekrit radiallahu anhu për t'i rikujtuar sahabët, shokët e tij se çfarë vlerash kishte Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu. Ebu Bekri pra ishte një person që ka vërtet e donte shumë Rasulullahin alayhi salatu wassalam. Dhe ne nga një moment që do e përmendim tani, do të mësojmë se çka është dashuria e vërtetë. Pra nuk është dashuria e vërtetë ato romancat që ne sot i dëgjojmë dhe i shohim, dhe për cilat thurim dhe fjalë. Ato janë gjëra krejt të shprasta. Dashuria e vërtetë është diçka tjetër. Dhe në dashurinë vërtetë ne e shikojmë Ebu Bekrin radiallahu ta'ala anhu ndaj pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Dhe neve me siguri se këtë dhe dikoj kemi kuptuar nga tregimet që përmendim gati çdo natë, por sonte do e paraqesim një moment interesant, i cili është momenti i hijretit, shpërngulja e pejgamberit alaihi salatu wassalam nga Mekka në Medinë. Ne kemi thënë që pejgamberi alaihi salam sulmohej shumë në Mekë, kemi thënë që Mekka si nuk e lini në rahat ato edhe besimtarët që të praktikonin besimin e pastër në Allahun e Madhëruar. Kështu që në një moment prej momentesh pejgamberi alayhi salatu wassalam detyrohet pra me leje të Zotit xhelel xhelaluhu ai shpërngulet nga Mekka në Medinë. Por në këtë shpërngulje, në këtë rrugëtim, ishte me rëndësi se kush do i shoqërojë. Nga se do ishte udhëtimi më i rrezikshëm i jetës së tij. Ishte udhëtimi që nisi pejgamberi alayhi salatu wassalam, por ai i cili do të shkonte me të kishte mundësi që të vritej, kishte mundësi të ekzekutohej, nga se Mekka si vetë se kishin marrur vendimin që ku ta gjejnë ta vrasin të dërguarin e Zotit alayhi salatu wassalam. Mekka si paria e Mekkasve idhujtar ato të boheshin shpesh për diskutuar se çka të bëjnë me pejgamberin alayhi salam. Kështu që merreshin vendime të ndryshme, ndonjëherë bojkotonin gjëra të mëdha apo çka do që ato kishin edhe u ndalonin atyre që t'i shisnin. Ndonjëherë ndalonin mallra që të futeshin në mesin e tyre. Nuk lejonin që të kalojë ushqim dhe pije të ndryshme me cilat ato furnizoheshin. Nuk u lejohesht atyre të bëjnë tregti. Pra pengesë pas pengese derisa më nuk gjetet alternativë tjetër, thanë ky njeri nuk din të ndalet, kështu që e morën vendimin bashkërisht që ku të gjihej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe të vritej. Pra të vritej trupi i bekuar Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Kështu që ky ishte momenti i shpërnguljes nga Mekka për në Medinë. Mirë po është interesant nga se ku shkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ta informuar Ebu Bekrin radiallahu ta'ala anhu që ti do t'i jesh ai i cili do të më shoqërosh mua. Dhe nga ana tjetër Ebu Bekri veç se më e kishte kuptuar shpërnguljen e pejgamberit alayhi salam dhe ai e luste madhrinë e Allahut të madhëruar, o Zot, ma mundso që unë të jem ai i cili do të zgjidhet që të jem shoqëruesi i pejgamberit të Zotit sallallahu alaihi wasallam. Por çka e luste Ebu Bekri o vëllezërit e mi? Po e luste Ebu Bekri për të dhënë Zotit ndonjë mundësi të jetës së kësaj bote? Po e luste Ebu Bekri për të dhënë Zotit ndonjë alternativë që ai të bëhej më i pasur, të bëhej me famë, të bëhej dhe të shtoheshin mirat materiale? Jo. Po e luste Allahun e Madhëruar që unë të jem ai i cili do të rrezikoj jetën time për ta mbrojtur dërguarin e Zotit sallallahu alaihi wasallam. Por nga ana tjetër dhe pejgamberi alayhi salam e dinte se në mesin e shokëve që kishte, Ebu Bekri ishte më i sinqerti. Ebu Bekri ishte më besniku. Ebu Bekri ishte më i gatshëm për të sakrifikuar. Megjithëse kishte pasuri, kishte shumë gjëra që do i linte në jetën e kësaj bote, ai nuk i mendonte as pak ato. Kur ishte në pyetje i dërguari i Zotit alayhi salatu wassalam, Ebu Bekri çdo se të harronte dhe asgjë mos kishte vlerë në sytë e tij. Dhe kur shkon pejgamberi alayhi salam që ja jep lajmin Ebu Bekrit se ti do të jesh ai i cili do të më shoqërosh mua në rrugtimin tim,
tregon bija e Ebu Bekrit dhe bashkëshortja e pejgamberit alayhis salam, Hazreti Aisha radiallahu anha, nga sa ajo është edhe bashkëshortja e pejgamberit alayhis salam, por është edhe bija e Ebu Bekrit. Thot kur në jetën time nuk e kam parë babain tim më të lumtur se atë ditë. Kur në jetën time më të lumtur se në atë moment nuk e kam parë ndonjëherë në sytë e mi babain tim. Pra babain tim Ebu Bekrit radiallahu anhu, i cili nga gëzimi i madh ai filloi të lutoj. Nga gëzimi i madh ai filloi të qaj. Po pyesim ne pse po qante ai? A mos ndoshta ishte gëzuar ai se do të shkonte në pushime me dërguarin e Zotit alayhis salam? A mos ndoshta ishte gëzuar shumë Ebu Bekri, saqë nga gëzimi i madh dhe lotët i pikonin sepse do të shkonte të vizitonte vende të ndryshme me pejgamberin alayhis salatu wassalam? A mos ndoshta i premtoi pejgamberi alayhis salam shtim të pasurisë? Mos ndoshta i premtoi shtim të tregtisë? Mos ndoshta i premtoi diçka të madhe të jetës së kësaj bote që u gëzua shumë Ebu Bekri? Mos ndoshta po shkonin në piknik së bashku? Mos ndoshta po shkonin në dasmë së bashku? Që ishte aq shumë i gëzuar dita më e lumtur në jetën e Ebu Bekrit. Cila ishte ajo ditë? Tregon Aisha radiallahu anha, ishte dita kur e mori lajmin se do e shoqëroi pejgamberin alayhis salam në udhëtimin e tij nga Mekka në Medinë. Por çfarë udhëtimi ishte ky? Ishte udhëtimi më i rrezikshëm në jetën e dërguarit të Zotit alayhis salam, sepse ai ku do të shihej do të pritej dhe ai i cili do dukej ta mbronte pejgamberin e Zotit ishte Ebu Bekri. Dhe Ebu Bekri për këtë arsye ai filloi të qajë dhe filloi të lutoj. Pse? Për arsye se tha me vete, çfarë fati të madh kam unë. E Zoti xhelle xhelaluhu më zgjodhi në mesin e krejt të tjereve që nëse do duket dikush të bie shahid për ta mbrojtur dërguarin e Zotit alayhis salam, ai do të jetë unë. E ku ka mirësi më të madhe për mua që unë me trupin tim të dalë rreziqeve përpara që trupi im të lëndohet dhe të jetë në mbrojtje të dërguarit të Zotit sallallahu alaihi wasallam. E ku ka gradë më të lartë të shahidit se sa të bie shahid në mbrojtje të pejgamberit të Zotit sallallahu alaihi wasallam. E ku ka fadilet dhe mirësi më të madhe për mua që unë të ringjallem në ditën e gjykimit me trupin tim me qak që kam qenë në mbrojtje të trupit të dërguarit të Zotit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ku ka mirësi më të madhe për mua që unë të bie shahid në afërsinë të pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe pastaj në atë afërsi të ringjallem në ditën e gjykimit para madhërisë së Allahu xhelle xhelaluhu wa xhelle shanuhu. Ai vëllezërit e mi kishte pasuri, ai kishte gjëra të shumta materiale të jetës së kësaj bote. Mirë po ai nuk tha kujt do ja lësh shtëpinë time, e kush do e gëzoj pasurinë time, e kush do t'i mbaj fëmijët e mi, jo. Kur i erdhi lajmi se ti do i shoqërosh pejgamberin alayhis salam dhe ka mundësi në këtë rrugëtim të vritesh, ishte dita më e lumtur e jetës së tij. Pse? Por arsye se ai e donte shumë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe ta mbroj ai pejgamberin alayhis salatu wassalam ishte më e dashur për të se gjithë gjërat e tjera të mira të cilat mund t'i posedonte në jetën e kësaj bote.